Premiera Çdo gjë është shkëlqyer në teatrin Bylis u mirëprit nga publiku. Interpretimi i aktorit të dashur Ledjo Lako në regjinë e Altin Bashës solli një monodramë interesante, një rrugtim në jetën njerëzore. Çdo gjë është shkëlqyer është një shfaqje teatrore me një aktor të vetëm. Pjesa trajton dashurinë, depresionin dhe gëzimet e vogla që e bëjnë jetën të vlefshme. Shfaqja realizohet me shumë humor, ndërveprim dhe improvizim me publikun. Tregimtari në moshën 7 vjeçare fillon të krijojë një listë me gjëra të shkëlqyera në botë, gjëra që sjellin gëzim. Ai nis listën pas tentativës së parë për vetvrasje të nënës me shpresën se do ta gëzojë. Lista përmban kënaqësi të thjeshta, akullore, luftë me ujë, të rishzgjuar pas orarit të gjumit e të tjerë. Pse? Sepse makinat mund të jenë të rrezikshme. Pse? Sepse shoferët e tjerë gjithmonë janë të vëmendshëm. Pse? Po, sepse kur i rritur të këndojnë shumë komoria në kokë, ke faktura për të paguar punë, për marrëdhënie për të mbajtur, dhe jo gjithmonë ke kohën e dur për t'i bërë të gjitha. Pse? Sepse dita ka vetëm 24 orë. Po pse? Sepse aq duhet tokës për të rrotulluar. E pse? Sepse nuk e di. Pse? Sepse nuk e di të gjitha. Pse? Sepse është e pamundur. Me gjithçka të bukur në botë. Gjithçka për të cilën ja vlen të jetosh. 1. More. 2. Luftimin me ujë. 3. Të rishzuar pas orës së gjumit. 4. Gjyra e verdhë. 5. Gjërat me vija. 6. Renat e parë të lojra. 7. Njerëz që rëzohen. Të gjitha gjërat që në moshën 7 vjeçare mendoja se ishin shumë të mira, por jo domosdoshmërisht gjëra me të cilat ime unë do të bindet të vërë. E nisa listën në 9 nëntor 1987. Atë ditë më morën në vonesë nga shkolla dhe më shkuan në spital. Me kalimin e viteve, lista rritet dhe bëhet një mënyrë e brendshme përballjeje. Tregimtari e ndan listën me miq, mësues dhe më vonë me partneren e tij Tinën. Lista kthehet në një simbol shprese dhe në një kronik të momenteve të gëzimit. Tregimtari martohet me Tinën, por martesa përfundon jo nga mungesa e dashurisë, por sepse ai vetë lufton me plagët emocionale dhe depresionin e pakuptuar. Lista vazhdon të zgjerohet në mira gjëra, duke pasqyruar se si gëzimet ashtu edhe dhimbjet. Si i rritur, tregimtari përballet me ndikimin e depresionit në familjen e tij. Ai kupton se lista nuk mund ta shërojë askënd, por mund ta ndihmojë të vërejë gëzimet e vogla që e mbajnë njeriu gjallë. Shfaqja mbyllet me mesazhin se jeta është e vështirë, por gjithashtu plot dritë, shpesh e fshehur në gjërat më të vogla. Një jetë gjatë dhe ke mbërritur në fund të saj pa e ndjerë peshën e errët të depresionit, atëherë ti nuk e ke kushtuar shumë vëmendje asaj që ndodh në botën rreth teje. Dhe në botën rreth teje, në botën rreth teje, kjo është vëmendja gjithçka, janë gjërat e prekshme të jetës që ne ja shkalojmë, nganjëherë nuk i vlerësojmë, pavarësisht se ato janë aq të vogla dhe nga gjërat e vogla mbien të mëdha. Për shembull, lista që plotson ky djalë për nënën është për shembull çaj dhe biskota ose shëtitjet, biseda, të gjitha që ne në këtë jetë janë këtyre rutinë dhe ne ja shkalojmë. Mbi këtë është mbështetur e gjitha, me depresionin e shoqërisë që po kalojnë të gjithë. Dhe si ky bën një listë se si që nënën ta shpëtoj, po të shpëtoj edhe veten sepse thotë rreziku i vërtet ishte se unë mund të prekesha nga kjo sëmundje. Dhe kjo listë ka ndihmuar dhe këtë edhe nënën e tij. Vepra është një vepër e thjeshtë, po me dy tipare të veçanta, nga pikpamja stilistikore është një vepër e rrallë dramaturgjike, sepse është jo vetëm një paraqitje e aktorit para publikut, po një dialog e aktorit me publikun. Ai i përdor si partner, i përdor si karaktere, publiku përfshihet, merr pjesë në vepër, kështu që kjo e bën shumë karakteristike nga ana stilistikore, siç thash. Kurse për sa i përket përmbajtjes saj, është një vepër që fton për reflektim, fton për një bisedë edhe sigurisht për një ridimensionim të botës që na rrethon, e cila shpesh na merr me vete me rutinën e saj dhe na bën të harrojmë gjërat e vogla të cilat në fakt janë momentet e lumtura të njeriu, të cilat motivojnë jetën, motivojnë ringritjen edhe pas dhimbjeve të mëdha.